Nëse jetu kërkuar shtëpi, por me që i ka të tonat, kjo ta zavendëson shtëpin. Banes ma luksoze që ti dëshiron me e blej në Mitrovic, nuk ka. Kjo është banesa më fantastike që ti mundesh me e blej në këtë qytetin e bukur e të lezetshëm të Mitrovicës. Banesën ne posa e kemi finalizuar, e kemi mobiluar dhe rregulluar me shumë shije. Kej detajet, çka duhen te banesa, kjo i përmbush. Kuzhina është vërtet elegante. Është me këtë pajisjet e duhura, këtë teknike e bardhë është beko. Këtu është frigoriferi me fres. Këtë pjesën kënej mund ta vreni, dollapa të shumt. Pjesa e qëndrimit ditor është mjaft komode dhe të ofron një hapësirë të bollshme për këtë familjen. Televizionin e keni 65 inç. Rregullimi ma veç po vrejet, nga tavani deri në dyshemi. Orientimi i banesës është nga lindja dhe jugu. E këtu është kamini elektrik, zëri i tina mund të vrejet. Duket sikur e kini ujvar brenda banesës. Organizimin e ka shumë të mirë. 101 metër katror i ka banesa në tansi. Këtu e kemi hyrjen në banesë, ndërsa organizimi është kësaj. Këtu e kemi banjon, këtu e kemi WC-n, qëndrimi ditor me kuzhinë dhe çepat. Tani po futemi në dhomën e gjumit. Dhomën e gjumit ne nuk e kemi ngarkuar me garderob për shkak që vendin e garderobës e kemi pozicionuar dikon tjetër. Eleganca e dhomës veç po vrejet. Tash po shkojmë në dhomën e dytë të gjumit. Dhoma e dytë të gjumit është po aq e bukur sa dhoma e parë. Të dy dhomat ne kemi përgatit me shtretër doppio. Secila ka hapësirë të mjaftueshme dhe nuk është me thonë veç njënën e pas këtë trajtu mirë e tjetrën jo. Të dyjat kanë trajtesë të mrekullueshme. Garderobën ne e kemi vendos këto, komplet kjo hapësira që shihet është me garderobë nga këto shkon në anën e kundërt. Nëse ju dëshironi me vendos garderobë shtesë, dhomat janë të mëdha dhe mund të vendosni garderobë ende. Këtë çka duhet është i bëni gati 160.000 euro. Banesa do të bëhet e juaja, përveç tyne do dalim tash edhe në balkon. Balkoni është mjaft i madh, ka orientim të hapur nga lindja dhe jugu, është orientim i hapur dhe i papenguar. Këto nejat kanë lezet. Një qiri dhe ambienti ka trajtes tjetër. Këtë çka duhet është me pas edhe një musafir me kanë ki mundësi me bollaf e me u knaqë, ose pse jo? Me antarët e familje. Përveç këtyre që i tregum deri tash, banesa vërtet është fantastike në çdo detaj. Pronari është shumë marakli, për atë arsye po vrejet edhe rregullimi i saj. Këtë këto që shehni kanë kosto, sigurisht nuk ju mbo fal. Për atë arsye edhe çmimi dallon nga banesat e rëndomta që shiten në Mitrovic. Mund ta vreni. Komplet pjesa tjetër ka elegancë të përkryer. Vetëm kjo hana këto, me i mbyll komplet roletat edhe ndriçimin me shkyll, kjo duket sikur ke shku në një galaktik tjetër. Pjesa e tavanit ka edhe ngjyra tjera të cilët ti mund t'i ndezësh varësisht nga ambienti që ti dëshiron me e kthy. Nëse je të punu në kuzhinë, e kini mundësi shtesë zërimin i cili mund të funksionoj ndash me televizion, por mund ta lidhesh edhe me telefon. Tjetra, ulset, pjesa tjetër e ulseve në sallon, kuzhina, të gjitha këto janë të punuara nga një nga kompanitë më të mira të mobilerisë. Pastaj,
komplet pjesa e objektit është ndërtuar nga një nga kompanitë më të mira ndërtimit në tregun e Mitrovicës. Këtu e kemi edhe banjën. Edhe banjo mund veni ta shihni. Nuk është banjo e zakonshme. Pjesa e tushit, pllakave, plafoni e kështu me radhë. Andaj, këtë çka duhet është na telefononi dhe bëjeni tuajën banesën prej 160.000 euro. Banesa vjen me fletë poseduese dhe mund ta përkthesh te noteri për 2 minuta.